me Enrico Gabën. Enrico, janë shtuar votuesit në qendrat e votimit deri tani apo? Në fakt jemi zhvendosur për të bërë Jemi zhvendosur në fakt për të bërë një pasqyrë të gjithë asaj që ka ndodhë, siç e tham, në 5 nga 7 bashki që ka qarku i Vlorës. Jemi aktualisht në zonën e Himarës, ku kemi bërë dhe një vëzhgim në disa nga qendrat e votimit dhe qëndron ajo që ju cituat më herët, që është një pjesëmarrje të jetë e ullët, madje edhe në momentet në të cilat jemi duke bërë këtë vëzhgim. Duhet përmendur dhe duhet nënvizuar në fakt që nuk ka pasur probleme në komunikimet qoftë me kreun e KZAZ-s të kësaj bashkie, por edhe me burimet të cilat janë në qendra të ndryshme të votimit. Na është bërë me dije që procesi ka shkuar i rregullt, ka qenë i rregullt, por është vënë re një numër shumë i ullët i votuesve në krahasim edhe me zgjedhjet e 2023-shit, por edhe me zgjedhjet e mëhershme parlamentare. Do doja të shtoja në fakt tjetër, pasi kemi raportuar më herët për 2 nga qendrat e votimit në bashkinë Finiq, ku më herët nuk kishin pranuar komisionerët, është vërtet ndoshta ndër rastet më të çuditshme, ku komisionerët në 2 nga qendrat e votimit, konkretisht në Kardikaq dhe në Grav, nuk kanë pranuar të tërheqin materialet zgjedhore, më pas kanë qenë efektivët e policisë dhe hetuesit të cilët kanë shkuar për të marrë me këtë rast, dhe më është bërë me dije nga kreu KZAZ-s së kësaj bashkie që do të nisë, por me shumë vonesë, me sa duket, procesi i votimit edhe në 2 qendrat e fundit, në të cilat ishte i pezulluar në Finiq, siç thash në Kardikaq dhe Grav, ku është bërë totalisht ndërrimi i komisionerëve. Ishin këto pra 2 zonat në të cilat ka pasur vërtet probleme. Pjesa tjetër, si në Sarandë, ku ne kemi bërë një vëzhgim në pjesën më të madhe të qendrave të votimit, por edhe në komunikimet e herpashershme me drejtues, kryetar të KZAZ-ve, por edhe të komisionerëve, gjithçka ka shkuar e qetë. Do doja dhe të shtoja diçka tjetër sa i përket njërës prej qendrave të votimit, aty ku ne kemi bërë dhe raportimin e parë, vjonte të kishte sërish probleme sa i përket pajisjeve, konkretisht kamerës së vendosur, ku procesi i votimit dhe aty ka nisur me shumë vonesë. Janë 2, do me thënë është një nga pikat që ka shfaqur probleme në Sarandë, krahasuar shtuar këtu edhe 2 qendrat e votimit të cilat ishin të bashkisë Finiq, Kardikaq dhe Grav, por me sa duket është zgjidhur, kur ndoshta duhet të niste procesi votimit në orën 7:00, ka nisur rreth 10 apo 15 minuta më herët. Mirë, Enrico, të falenderoj për këtë raportim.